Kontrollet në thertoret e qarkut Korç vijojnë të garantojnë standarde të larta sigurie ushqimore për konsumatorët. Aktualisht funksionojnë disa thertore të licencuara, përfshirë subjekte private, ku çdo proces zhvillohet në mbikëqyrjen e mjekëve veterinar dhe Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Sipas specialistëve, çdo kafshë që mbërrin për therje duhet të jetë e pajisur me certifikat veterinare dhe të transportohet me mjete të licencuara. Në momentin e pranimit, kryhet kontrolli dokumentar dhe ai vizual, ndërsa kafshët mbahen në monitorim për disa orë përpara therjes. Procesi vijon me kontroll gjatë dhe pas therjes, e cila realizohet në kushte të rregullta sanitare dhe me metoda që minimizojnë stresin e kafshës. Pas përfundimit, mishi kontrollohet dhe vuloset në disa pika, përpara se të kalojë në fazën e maturimit për disa orë. Shpërndarja drejt rregut bëhet vetëm me mjete të regjistruara dhe të kontrolluara, duke garantuar zinxhir të sigurt furnizimi deri te konsumatori. E kontrolloni a ka vull apo jo kur e blini për të qenë të sigurt? Mirë me vull ka, shumë mirë është. Keni sigurinë atë produkt që blini, e kontrolloni a ka vull apo jo? Ka bërë vaki që s'ka vull, nuk e kontrollojmë, nuk është. Çfarë mish konsumoni në familje? Përviçi marr. E kanë cilësi të mirë në dyqane? Shumë të mirë. Ndërkohë në rastet e ralla kur evidentohen sëmundje si tuberkulozi, kafshët eliminohen menjëherë sipas protokolleve përkatëse. Autoritetet theksojnë se kontrollet janë të vazhdueshme dhe synojnë jo vetëm sigurinë ushqimore, por edhe mbrojtjen e shëndetit publik dhe respektimin e standardeve ligjore nga operatorët.